Në një mbrëmje të mbushur me emocione dhe simbolik, amfiteatri në Gradisht të komunës së Rahovecit u bë vendi ku historia u kthye në jetë përmes artit. U dha premiera e shfaqjes Mbretëresha e fundit, një vepër koreografike e vallëzimit bashkëkohor me elemente të folklorit shqiptar. Shfaqja pasqyroi jetën dhe sfidën e fundit të mbretëreshës Ilire Teut, një figurë që ka lënë gjurmë në historinë e lashtë të kësaj treve. Ajo nuk u paraqit si sundimtare, por si fryme qëndresës dhe përfaqësuese e gruas që nuk u përkul para fuqive të kohës. Përmes trupit, valltarët rrëfyen heshtjen, vuajtjen dhe krenarinë e një mbretërie që dikur kishte ekzistuar. Kryetari i komunës së Rahovecit theksoi rëndësinë e mbështetjes së artit dhe kulturës si forma të ruajtjes së identitetit dhe përfshirjes së të rinjve në jetën kulturore. Aplikimet e të rinjve për aktivitetet kësaj natyre, sikur që pritet sonte shfaqet premiera Mbretëresha e fundit, janë tepër të rëndësishme për komunën, për autoritetet komunale, për qytetarët e komunës, sepse këta në fakt, sipas asaj që unë kam informacion, do të shfaqin në një mjedis jashtëzakonisht të bukur, gati monument natyror, edhe pse ka pas këtu investime Mbretëresha e fundit që i kushtohet Mbretëreshës Teut, ka një lidhje, le të themi, organike edhe me vendin ku shfaqet. Sepse aty pak më lart është një kala iliro-romake dhe gjurmë të asaj kalaje ekzistojnë. Kështu që ne jemi të kënaqur kur kemi mundësi me mbështet me mundësitë tona buxhetore të rinj të komunës tonë. Është tepër rëndësishme që të përkujtohen të vlerat të trashëgimisë historike, kulturore, edhe të shprehen përmes vlerave artistike të cilat besoj që do të na kënaqin sot. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës në Rahovec vlerësoi shfaqjen si një mesazh të fortë që lidh trashëgiminë historike me frymën e qëndresës kombëtare. Angazhimet tona kanë të bëjnë me rinin ose mëtojnë të bëjnë me rinin, sepse ne duam që trashëgimin tonë kulturore historike ta bartim tek të rinjt dhe përfshirja aty në aktivitet të tilla neve na jep një kënaqësi të jashtëzakonshme, kënaqësi të veçantë, nga se në të vërtetë ne duam që gjithë ato që kemi përjetuar si popull, luftën që kemi bërë, dëshmorët që kemi dhënë, gjakun që kemi derdhur, ta transmetojmë si mesazh tek të rinjt që ta ruajnë dhe ta kultivojnë dhe ta nderojnë sakrificën e atyre që ranë për liri, gjithsesi duke marrë parasysh edhe faktin se ata mund të motivohen me këto dhe t'i ruajnë këto vlera si të tyre, t'i pranojnë si të tyre, dhe kjo është kënaqësia jonë më e madhe që natyrisht na bën të ndjehemi mirë dhe të lumtur, edhe në këtë rast pjesëmarrja e trive në këtë shfaqje, në këtë aktivitet është një vlerë e shtuar e angazhimeve tona javore. Duhet ju përkujtojmë se dëshmorët luftuan, ranë në moshën më të mirë, që këta tani të gëzojnë e të jetojnë të lumtur, në harmoni, në gëzime, në are, të festojnë, të kremtojnë, pse jo. Prandaj edhe synimi jonë kryesor edhe i vazhdueshëm është që të rinjt të ndjehen sa më mirë, edhe të ndjehen pjesë e kësaj shoqërie, pjesë e kësaj lirie që ne të gjithë sot e gëzojmë edhe synojmë ta forcojmë më shumë.
Drejtori i Drejtorisë së Kulturës dhe Sporteve u shpreh se shfaqje të tilla forcojnë vetdijen historike dhe janë mjete të fuqishme edukimi përmes artit. Patjetër që na jo vetëm këtë aktivitet, këtë ngjarje që është shumë madhështore, aktorët tonë, nxënësit tonë kanë performuar në mënyrë shumë profesionale dhe janë shumë të rëndësishme për të rinjt, për qytetarët tonë që kanë mundësi që të shohin me aktorë të rinj të cilët i kemi, të cilët paraqesin të kalunën tonë, historinë tonë, dhe na nuk guxojmë të harrojmë historinë tonë, dhe për këto jemi të gatshëm si drejtori, si komunë që të bëjmë të pamundur në realizimin e këtyre projekteve kaq të mëdha. Edhe nuk do të ndalemi me kaq, do të shohim edhe shumë shfaqje tjera që kanë mi mahnit jo vetëm qytetarët e komunës sonë, por po besoj që edhe gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Unë besoj që këta aktorë kanë me paraqit këtë pjesë të shfaqjes edhe në nivel pak më të lartë, edhe jam shumë krenar me punën me nxënësit tonë që e kanë bërë, jam krenar gjithsesi edhe me Gzim Sertollën, me Muharrem Morinën, cilën kanë bërë një punë jashtëzakonisht madhe, po thojë se mbi 7 muaj që janë marrë me fëmijë, por i përgëzoj për punën, për paraqitjen që e kanë bërë dhe na dha një emocion sonte. Drejtori artistik Muharrem Morina ndau përkushtimin dhe sfidat e përgatitjes së shfaqjes, e cila solli një qasje të thellë simbolike dhe emocionale. Ideja ka qenë qysh prej fillimit, domethënë në vitin 2002 si student që kam qenë në Fakultetin e Historisë atëherë, ne e kemi gjetë, unë si student atëherë, kam gjetë një prekrenare e lire në mes të fshatit Qifllak dhe Kramovik. Edhe prej atëherë kam pasi ide këtë shfaqje, edhe në bashkëpunim me kolegun tim Gzim Sertollajn, kemi diskutu, megjithëse është si temë, është shumë e ndihshme, koha antike është shumë e ndihshme, po jemi bazu sadopak në disa pjesë, domethënë të pasardhësve tanë, domethënë ilirëve, që jemi bazu tek mbretëresha Teut. Edhe pse te mbretëresha Teut është një figurë ose mund të thonë një legjend tek ne, po ne jemi bazu në disa fakte, disa literatura që kemi shfrytzuar bashkë me Gzimin dhe e kemi dhënë një koncept kësaj shfaqje. Ne kemi bashkëpunu me një kompozitor jashtëzakonisht të mirë, me Agron Plumajn, i cili është nga Tuzi i Malit të Zi. Me të thënë të drejtën, takimin e parë që kemi kontaktu me ta, domethënë e kemi prek në temë. Edhe bashkëpunimi ka qenë i shkëlqyshëm, si me kompozitorin, si me kostumografin, si me po flas në aspektin organizativ me prind e fëmijëve, të cilët i falenderoj jashtëzakonisht shumë që na kanë mbështet, donatorët shumë që kemi pas në këtë drejtim, si në aspektin e logjistikës, po ashtu edhe në aspektin e shpenzimeve, domethënë të shfaqjes. Kjo është shfaqja e dytë që ne punojmë me këta talent, mund të them talent të qytetit Rahovecit, është një fushë që këta mund të them koreografia ose sidomos koreografia në këtë fushën e kontemporanit është e panjohur tek këta, po jam aq i kënaqur dhe aq entuziazm me këta tri, domethënë që e kanë pëlqy, e kanë marrë për zemër
edhe rezultati u pa dhe sonde në këtë shfaqje në Mbretëresha e fundit. Koreografi Gëzim Sertollaj foli për gjuhën e trupit si mjet rrëfimi dhe thellësinë e mesazhit që u përcoll përmes lëvizjes. Të pas parasysh historia jonë, sidomos e kohës periudhës së lirëve, që ka në kuptimin pak në harres, në aspektin kulturor dhe të artit, ka pas shfaqje ndryshme që janë bo, po ndoshta shumë të ralla. E dyta arsye ka qenë se në këto troje janë gjetur artefakte edhe shumë gjana të kohës periudhës së lirëve. Kështu ka lind ideja kur më është kërku që a mund të bëjmë diçka të tillë. Pastaj gjatë procesit të krijimit të konceptit se si do duke i shfaqja, cila është tema, historia e lirë është kogja e gjanë edhe kogja e vjetër, po ka pak dhona. Krahasu me romakët edhe me grekt për shembull. Kemi bënë një ulëm temë edhe kemi përzgjedh Mbretëreshën të Ut një copës nga jeta e saj me sjell këtu. Kur në krahas kësaj jemi mundu me ndërlidh edhe si që patë luftën, jetesën e shumë gjëra tjera që e simbolizojnë periudhën. Pra, koreografia përpos aspektit emocional që jemi mundu me sjellë në skenë, e bën edhe një rrëfim historik. Ideja ka qenë si të pas parasysh se ilirët janë ndër të vetmet popujt periudhës antike që kanë pasur mbretëresh. Ose kanë shkuar një femën edhe një femën asaj kohë është tregu çfarë zoja për me pas një pushtet. Pika e parë, pastaj edhe në lufta në shumë gjëra tjera. Kjo ka nxit mua që të dëgjojmë diçka që të sjellim edhe që për kohën moderne dhe kohën reale ku jetojmë sot na vlen si model. Pra, kësy ka të kalunën, të e pa se jemi popull që e kemi pas në Mbretëresh, edhe është do shumë vite për me pas një krye parlamentar, ose sot, përmësisht që kemi një presidente, dhe më të e pa se si popull kemi pas mundësi dikur, edhe jemi kanë para tjerve që i kemi dhënë mundësi në gjinisht kundërt. Jo vetëm mundësi, po i kemi dhënë dhe pushtet, që është shumë e rëndësishme. Kjo pra ka qenë përkundër në karshi popujve tjerë me prunë është një diçka që ata se kanë që na e kemi. Sfidat kryesore, punimi me amatorën këtë rast, se mos me nxonë, sa ka përparësitë e veta dhe mangësitë. Po fillojmë nga mangësitë, është problemi i përqendrimit, edhe problemi që duhet shumë kohë në aspektin emocional me punu. Pastaj vjen edhe çështja e interpretimit që është çështje teknike, ku duhet një tretman shumë më i gjatë në kohë edhe më i shtrenjtë për me arritë një aftësi me interpretuar ashtu siç kërkohet për një koreografit. Përparësia është që këta nuk e kanë punë. Këta kanë komplet vullnet, e kanë komplet dëshirë, që të profesionistë shpeshherë këto nuk e vrejnë, se normalisht një punë kur bëhet e përditshme kthehet vetëm në rutinë dhe kthehet vetëm çështje rrugë. Këta nuk e kanë këta, por këta kanë përparësinë, vullnetin e kanë çast madh sa duhet një punë ndoshta pak më argëzshme që me kanalizu në aspektin e duhur vullnetin e këtyre. Kështu që ka qenë përparësia ndoshta më e mirë. Ndihmës koreografi nga Shqipëria theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërkufitar me fuqinë e artit për të bashkuar historinë e përbashkët. Sigurisht është një ngjarje shumë e veçantë edhe për të përgëzuar që punohet me trupa amatorë ose me gjimnazistë, me adoleshentë të cilët
mundohen të futen në këtë drejtim, të përftojnë nga kultura, të njohin edhe histori, sepse tematika që prek shfaqja ka të bëjë dhe me aspektet historike. Kështu që është një punë jashtëzakonisht pozitive në këtë drejtim edhe që kërkon mbështetje dhe fatmirësisht këtu në Erhovec vihet re kjo mbështetje kundrejt këtyre shfaqjeve dhe këtyre realizimeve madhore të koncerteve, të shfaqjeve, të veprave artistike. Pa diskutim që i rrit në radhë parë si individ në shoqëri, duke i zhvilluar ato nga ana kulturore, duke i kultivuar me art, me kulturë shumë e domosdoshme, aq më tepër kur bëhet fjalë për kulturën e vendit tonë, sikurse është tematika e mbretëreshës, fundit mbretëreshës Teut që i kushtohet shfaqja, dhe sigurisht që bën më të devotshëm për këtë shoqëri dhe më të mirëfillt për të kontribuar kundrejt kësaj shoqërie. Këto aktivitete janë shumë të rëndësishme. Kërkojnë mbështetje sepse është një punë shumë e madhe, punë që ke të bësh me grupe, me masivitet, me rekuizita, me kostumografi, me muzikë, me një sër komponentësh të cilët kërkojnë financim, nuk është e lehtë. Fatmirësisht ka gjetur hapësirë dhe mbështetje këtu në komunën e Erhovecit, nuk është hera e parë, unë kam ndjekur edhe të tjera, ka projekte përsëri më tej, kështu që sigurisht është shumë e rëndësishme, është shumë e domosdoshme të ngulim këmbë, bëjmë thirrje vazhdimisht ne si profesionistë fushës që të angazhohen të rinjt, punohet sa më shumë me trupa amatore, me gjimnaze, me shkolla, të i drejtojmë të rinjt drejt kulturës, drejt artit, sepse sigurisht do të bëhen njerëz më të mirë dhe njerëz më të devotshëm për shoqërinë tonë. Nxënësit, të cilët ishin edhe aktor amator nga shkolla Xhelal Hajdatoni, shprehen emocionet dhe krenarinë për pjesëmarrje në një shfaqje me vlera historike dhe artistike. Ndjej shumë krenare fillimisht që e kom marrë këtë rol, muj me thonë, si mbretëresha Teut, mbretëresha e fundit, mbretëresha që e ka përfaqësuar forcën e femrës sidomos. Shumë krenare. Pjesa që më ka bërë më shumë krenare gjatë shfaqjes, muj me thonë që u kanë pjesa kur mi thonë që i kom qu une, në momenti kur janë ra krejt, une që i kom qu, e kom ndje një farforcet madhe brenda vetes. Sot jam dje normal pak e emocionume, mirë po shumë e lumtur që jam kanë pjesë e kësaj koreografie që ka që të bukur edhe që ka që me vlerë, edhe jam shumë e lumtur që ko marrë pjesë në këtë koreografi edhe jam kanë mes këtyre krejt kolegëve dhe artistave. A është përvoja ju të parë? Është përvoja jam me parë edhe jam shumë e lumtur. Do të jetë e fundit? Ndoshta jo, sepse pse jo mos me marrë pjesë edhe herave tjera. Shumë e lumtur, me shumë emocione. Edhe unë e kom ndje forcën asajt. Ndjenja pa përshkrueshme për gjithë shka që e kemi lujt deri tash. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur dhe e paharrueshme. Jam ndje shumë veçantë dhe jam falenderuese që kam marrë pjesë në këtë koreografi. Kemi kaluar sfida të ndryshme për mendimin e koreografit, gjithçka ka qenë më e lehtë. Sot kam qenë shumë krenare në koreografin që kemi performuar sot, po ashtu kam qenë edhe emocionume. Për ditën e sotme është ndjenje pa përshkrueshme, ndjenjë që nuk e kisha përjetuar më herët, edhe jam ndjesh shumë krenare për ditën e sotme. Pa dyshim që unë jam marrë edhe me aktivitetet shumëta. Besoj që kjo ka më konë njëni për aktiviteteve që nuk ka me arru kur, edhe për njëni që ka pas publik mas shumëti, edhe nuk muj me thonë që kena pas pjesën ma të vështirë, se edhe nëse kena pas pjesë të vështirë, e kena kalu sin të mirë dhe sin të keqe. Jam ndjesh shumë mirë edhe shumë i qetë, përderisa edhe ka qenë edhe pjesa e luftës edhe pjesa e... Ka pas plot pjesë që kanë qenë pak të vështira, po prapë se prapë çdo sa bëhet për mbretëreshën. Jam një ndër ilirët si ma të vjetrit dhe kam rolin me ja dorëzu kurorën mbretëreshës. Si të ka bërë të ndihesh ty ky rol? Jam shumë i kënaqur dhe një ndjenje pa përshkrueshme. Rinia e sotit do të më marrë sa më shumë me aktivitete dhe sa tupin kohë në për telefona më mirë me aktivitete më marrë. Roli jem ka qenë që jem konë si në lloj personi bashkëkohor, ku i kom shiku i lirt edhe domthon ku mu ka dok një pjesë si gazetar më konë diqysh, ku e kom lexu librin, kom mësu për historinë e ilirëve, i kom këqyr edhe këta s'ka mujt me raku kundër meje, sepse më konë kohën e më mërshme. Kom arrit kuptoj se mbretëresha është një prej femnave më të forta që ka ekzistuar ndonjëherë në këtë botë sipas historisë ilire,
ku mbretëresha Teut dorëzohet e fundit edhe kur nuk e lën ushtrinë e vet që të dobësohet dhe që të humbin ata. Për mua ka qenë një lloj kënaqësie, ku domthon kom mësu shumë gjëra të reja për aktrim, ku po ashtu kom kaluar shumë mirë edhe kom fituar eksperienca të reja që si kom përjetuar kur asnjëherë. Shfaqje koreografike shumë e mirë edhe kanë treguar një vlerë historike në fakt që është mbretëresha Teuta. Kanë qenë, secili ka qenë më i mirë se tjetri, kanë treguar veten e vet artistikisht, po ashtu si koreografi që ka bërë një punë të jashtëzakonshme edhe këta nxënësa që kam qenë edhe pjesë e këtij grupi edhe po më vjen mirë që janë tu arrit kaq lart. Janë shumë të rëndësishme se po rritemi më shumë, po kuptojmë shumë sana më shumë, edhe po jeni më të pjekt me veten, domethënë po na pëlqejnë shumë, po mësojnë gjëra historike. Edhe po jemi më të mirë. Normal çdo punë ka vështirësinë e vet, ka lodhjen e vet, po kur arrin deri kanalt, besoj që kam u qenë gjithçka më e mirë. Edhe këtë ajo lodhje kam u harru. Po besoj edhe këta kanë më shku shumë lart, edhe ja besoj mi pas këtë mirat. Kam shoqëri me këtë, ja u du gjithë mirën edhe çështë. Mbretëresha e fundit nuk ishte thjesht një shfaqje, por një rit i fuqishëm artistik që rikujtoi një figurë të rëndësishme të historisë shqiptare dhe solli bashk në skenë artin, historinë dhe qëndresën.